mysafirët të ardhur nga Brazili. Jemi në Kalajën e Krujës, që do të bëjmë një vizitë te Kalaja e Krujës dhe te bëjmë patjetër që prezantimin historik të qytetit të Krujës dhe të kalasë të Krujës. Hajde din pasha, o poi vieno radi, I kësë valo ku jano, këto malet di, I bresë valo ku jano, këto malet di bres. Malet di bres, o marte kala, o ja hajde din pashën e ka gjeto bela. Aja hajde din pashën e ka gjeto bela. Ore din pasha o mor kryhuta, a që Smiret dibra pasha me kërba. A që smiret dibra pasha me kërba. Duke vlerësuar dashurinë dhe respektin e thellë që delegacioni nga Brazili shfaqin ndaj figurës së shquar historike shqiptare Gjergj Kastrioti Skënderbeu, si dhe interesin e tyre të veçantë për kulturën shqiptare, u pa arsyeshme që atyre të dhuroheshin edhe disa simbole përfaqësuese të identitetit kombëtar shqiptar, konkretisht plisi dhe shalli me flamurin kombëtar. Në të njëjtën frymë bashkëpunimi kulturor dhe shkëmbimi dokumentar, delegacionet ju dhurua edhe një material me vlera arkivore I siguruar nga arkivat turke, konkretisht një botim periodik që trajton figurën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut në kontekstin historik të përballjes me Sultan Mehmetin e II, I njohur për pushtimin e Konstantinopolës. Ky material I titulluar Fati Sultan Mehmeti që mposhti Bizantin dhe mori Stambollin, përballë Gjergj Kastriotit Skënderbeut mbeti I pashpresë. Ky material u vlerësua në mënyrë të veçantë nga pala braziliane për rëndësinë e tij historike dhe dokumentare. Gjithashtu, delegacionet të ardhur nga Brazili ju dhuruan edhe librat e shkruar mbi figurën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, si një shenjë mirënjohje dhe vlerësimi për këtë akt simbolik dhe për frymën e bashkëpunimit të ndërsjellë përfaqësuesit e delegacionit shprehin interes të thellë në marrëdhëniet kulturore dhe adresuan një ftesë zyrtare për pjesëmarrjen në aktivitete të ngjashme në Brazil, duke hapur kështu perspektiva të reja për bashkëpunim ndërkombëtar në fushën e kulturës dhe të studimeve historike. Veprimtaria u mbyll me një vizitë në Kalajën e Krujës, një nga qendrat më të rëndësishme të trashëgimisë historike shqiptare, e lidhur ngushtë me figurën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Gjatë kësaj vizite, përfaqësuesit ndërkombëtar, veçanërisht ata nga Brazili, shprehin vlerësimin dhe respektin e tyre të thellë Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Po ashtu, në këtë mjedis u realizua edhe promovimi I botimeve të reja kushtuar jetës dhe veprimtarisë së Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Ky aktivitet përbën një dëshmi të rëndësishme të angazhimit të vazhdueshëm të Pegasi Albania në provimin e dialogut kulturor dhe në konsolidimin e urave bashkëpunuese ndërkombëtare në fushën e artit dhe të letërsisë. Në lidhje me këtë libër do të themi disa pasazhe të shkurtra. Unë jam redaktori I këtij libri, do të lexoj disa pasazhe të Gjergj Kastriotit Skënderbeut, ku jetoi dhe tregoi supremaci shumëplashe dhe shumë dimensionale. Ky njeriu I aktit më madhor të mbrojtjes së kombit të tij, personifikimi I një kombit të dritur në historinë e një kombi nga më të lashët e Evropës, Shqipëria si diskuton. Trashëgim shqiptarie. Thurën lidhe të forta natyrale. Një gest fisnik të ëmbël, gjuhë të pastër. Në miku dhes me harmoni lirike këngën e mirënjohjes për mikpritjen që bashkëpunove në poezi magjike. Përgjithshëm I Pegasianëve dhe Magna janë falos. Ky është një ushtarak I mrekullueshëm, është një njeri I mirë, ka një bashkëshort të mrekullueshëm dhe ka 2 fëmijë të mrekullueshëm. Unë I di shohim e du shumë. Ajo është I veçantë. One salute for your son. Gazetari të palodhur, njeriu që nuk flet shumë, por gjithmonë përdor mjetet e kamerës e tjera televizionit dhe ka regjistruar për një javë të gjithë veprimtarinë. Ai është I palodhur Ilyas Krasniki. Mikpritja e madhe
djali të jashtëzakonshëm, e këtij piktori, e këtij ikonografi, e këtij gëzimsi të talentuar. Urdhroni këtu, i cili ne me iniciativën tonë hapon galerinë Drini, duke vendosur disa simbole të jashtëzakonshme. Mal, dal, tener dhe burim. Drini, të falenderoj përveç të tjerash edhe për atë gravurë të jashtëzakonshme që dhurove dje në atë epistolat të jashtëzakonshëm për poetin e shekullit të 20-30, Sheh Ali Hormona. Ne puna në atë, të falenderoj shumë. Falenderoj këtë. Do na mbetesh në mëndje. Vera Çato, e palodhura Vera Çato, akademike e A Brazilit, e cila dha kontribut të jashtëzakonshëm edhe është edhe sot prezente në veprimtarit pegasiane. Akademikja, poetja, shkrimtarja Vera Çato. Këtu, afër që unë zakonisht në sirat në fundë. Sepse këtu kemi një zonë korçare që quhet Mariana Pavliçoti. Ajo ka dhe një libër Magjia e Stolide, Magjia në shqip, greqisht dhe anglisht. E pat vetë se çfarë serviri. Ëmbëlsira, djeli për mësirë. Përoj suksese. Një zë i veçantë shqiptar në Republikën Turke. Motivën e saj pozitive, në aftësinë e saj enciklopedike dhe erudite, ka bërë që të zbulohen arkivat e Turqisë, njëkohësisht të njihet identiteti i komunitetit tonë të madh, i 5 milionë Turqi. Ja kjo zonjë këtu. Gëzuar 30 vjetorin e themelimit Haledin Pasha, o po i bjeno radi, i kësë valo ku jano, këto malet e di, i bresë valo ku jano, këto malet e di bres. Malet e di bres, o malet e kala, o ja hajre din Pashën e ka gjeto bela. Aja hajre din Pashën e ka gjeto bela. Ore din Pasha, o mor krye huta, Aqes miret dibra, Pasha me kërba. Aqes miret dibra, Pasha me kërba.